gruaja. Si? I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha sallat al-mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat 'irdaha wa ata'at ba'daha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati shi't." Ajo grua që i falet Zotit 5 herë në ditë, agjeron Ramazanin, ruan nderin, e taat, i bindet burrit, jo thjesht respekt për burrin, i bindet burrit, Allahu do të japi 8 dyert e xhenetit dhe ajo zgjedh ku të dojë ajo të futet në një nga dyert e xhenetit. Dhe fatkeqësisht shumë prej grave ngelin tek pika e 4. E ka shumë të lehtë me ju bind fjalëve të shoqes, të mamit, të motrës, të shefit, brigadieres, ama kur vjen puna me ju bind burrit, sklavëria, robëria, nuk jemi të nënshtruar, thuti që burri po i thot dil në zbër. Thuti që burri po i thot o grua, hajde thy gur, prit lisat në pyll. Merr pushkën, lufto dushmanin, se në ka ardhur dushmanin në kufi. Shejtani e kap çdo njeri tek pika e tij e dobët. Dhe pika e dobët e gruas është bindja ndaj burrit. Për këtë arsye ka thënë Islami, nëse të urdhëron baba për diçka dhe burri për diçka, kujt duhet i bindet vajza? Babit? Mamit? Apo duhet i bindet burrit? Në Islam flas. Në Islam duhet i bindet burrit. Si? Burrit. Me martesën e saj kalon kujdestaria dhe përgjegjësia nga babai tek burri. A është kjo gjuhë robërimi, nënshtrimi dhe përçmimi dhe maksilizmi? S'ka lidhje fare. Islami i ka dhënë gjithë secilit vendin që meriton dhe që ka. Burri ka detyrat e veta dhe përgjegjësi më shumë, thot Zoti në Kur'an, një shkallë më lart në përgjegjësi, në detyrime, dhe gruaja ka përgjegjësinë dhe rolin e vet. As burri nuk bëhet dot gru, as gruaja nuk bëhet dot burr. Flasim sipas Islamit, e ke parasysh? Jo sipas ligjit të shejtanit, po sipas ligjit të Zotit. Gjithë secili ka vendin e vet. Dhe gjithë secili ka pozicionin e vet. Dhe sado që të munohet burri me u gruruar dhe u femëruar, ai do të dalë në ta bën vet. E sado që të bëhet femna me u mashkulluar e u burruruar, ai do të shkojë ku do të shkojë, do vi një moment që do të plasë, do të kthehet në ta bën vet. Sepse mashkullin dhe burrin e krijoi Zoti. Burr, mashkull, dhe femër në krijoi femër për të qenë grua, mashkull në krijoi mashkull për të qenë burr. Jo se ka rastet duhen analizuar gjithë secilin vete, ne po flasim për rregullin e përgjithshëm. Ky është rregulli. Se ç'mund të ketë, çfarë mund të ketë, duhen pa çdo rast në vete pastaj. Po flasim ky është rregulli i Zotit. E krijoi Ademin mashkull dhe ai funksionoi si burr. E krijoi Havan femër dhe ajo funksionoi si grua. Çdo mashkull funksionon si burr dhe çdo femër funksionon si grua. Ky është ligji dhe rregulli i Zotit.